keni një shpesh të thonë e pabesueshme, po e vërtet. Nashta kjo thonje i shkon për shtatin një zhvillimi në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Veç më rena një mandati qeverisës. Përkatësisht prej vitit 2021, në ministrinë që drejtohet tashmë nga ministrja në detyrë Rozeta Hajdari, janë ndru 10 ushtrues detyre të sekretarit të përgjithshëm. 5 prej tyre kanë qenë vetëm gjatë vitit 2025. Në mesin e këtyre 10 ushtruesve të detyrës është një rast më specifik. Agron Shurdhani ka mbajtur pozitën e UD sekretarit veç për një ditë. Spaku kështu figuron në dokumentin zyrtar që e kemi marrë prej Ministrisë së Industrisë. Vetë Shurdhani na ka thënë në telefon që këtë pozitë ka mbajtur për pak ditë, por në fakt në dokumentin e kërkuar përmes qasjes në dokumente publike, ai rezulton se më 24 korrekt 2025 është emëruar UD sekretar dhe të nesërmën më 25 korrekt në këtë pozitë është emëruar dikush tjetër. Shurdhani thotë se pozitën e pranoi me marrëveshje, se këta e ka bë për me zhblloku situatën, me i kry do emërime, do transferit të zyrtarëve prej një drejtorie në tjetrën, e tani ka dalë në pension të parakoshëm. Kërkesë që e kishte bë para se të merrte pozitën e UD sekretarit. Ka qenë 3-4 në vikendi, 4-5 ditë. Po, kanë qenë do zhvillokimi dhe situatës, do emërimet të zyrtarëve, të drejtora, zyrtarëve, kryesisht me që kanë pas pëngjese për shkak kalimit të ushtruesve detyre, çfarë ka qenë? Ka pas. Nëse më kujtohet po, diçka ka pas. Unë më nëstash unë pension parakoshëm, janë ku më kujtes. Ja, në vesh mui me kom vesh me zhvillimin shtatit. Po gjë tjetër. Jo, me ministrin, se kom po. Por këtë punë kom thirr edhe ministre në detyrë Rozeta Hajdarin në telefon. Po ajo më tha që është me do takime e më kërkoi me i shkru email. Duke mos pranu me marrë pyetje e mbyllit telefonin. Pavarësisht kësaj, më 30 tetor i çova pyetje me email. Sot është 3 nëntori e halas mu ka përgjigj. Në telefon e kom thirr edhe zëvendës ministri në detyrë Mentor Arifaj. Ai e konsideroi veten jo bashkëkompetent me fol për 10 UD sekretarët, sepse tha nuk kam qenë në këtë ministri këtë mandatin. E për rastin e Shurdhanit tha se nuk i kujtohet çfarë vendimesh ka marrë, e se me të nuk ka pas marrëveshje. Personin fjallë domethënë edhe as kërkosh domethënë ai farë marrëveshje eksplicite jo, veç nëse ai ka kërkuar me ditë para-paraktisht domethënë që vazhdon do punë që e presin nëse sa mundet me ndihmu në ditë tani javë, atëherë ndodh nëse i kena thonë po, janë mësjes do sane që po presin, do me ndërmarë, jo diçka kështu në kuptimin ndase më të bo, do shmi bo qëto, ose nëse dhe me majtë, do më dhënë jo, që shuën këto marrëveshje, do më dhënë thjesht me detyru, me ndërmarë mosa, ose veprimet që s'janë, por janë punë për shumë që po presin. Unë po du me ju kallëzu edhe të tjerët si ka nejtë në këtë pozitë. Irfan Lipovica, prej 28 prillit 2021 e deri më 6 maj 2022, kur është largu, si pas mintit pas i ka përfundu mandati një vjeçar. Arbor Gegaj, prej 6 maj 2022 deri më 23 gusht 2022, pra një 3 muaj e gjysmë, kë ka dhonë ndërheqje nga shërbimi civil. Pas ti erdhi Recep Llaça, i cili e mori pozitën më 23 gusht 2022 dhe qëndroi derisa u bë gjyqtar. Më 19 maj 2023, kur UD sekretar u bë Daut Latifaj, i cili pozitën e mbajti deri më 3 maj 2024, kur u transferua në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Sebahate Bushrani Ibrahimi e mori pozitën pas tij. Ajo qëndroi si UD sekretare për 6 muaj. Më 4 nëntor 2024 doli në pushim të Lehonisë. 4 muaj e mbajti më pas këtë pozitë qefsere Ajeti, e cila më 3 mars 2025 u largua për shkaqe shëndetësore. Pas saj, këtë rol e mori Samire Ademi Zefaj, e cila për 4 muaj e mbajti pozitën e UD sekretarit. Ajo, më 24 korrekt 2025 u largua sipas plotësim ndryshimit të ligjit për zyrtarët publik. 24 dhe 25 korrekt UD sekretar ishte Agron Shurdhani, për cilin ju tregova më herët, e me njëherë pas ti erdhi Florent Kuçi,
i cili u largua pas 19 ditësh për shkaqe shëndetësore. Më 13 gusht 2025, UD sekretar u bë Agim Gjuraj, i cili vazhdon të jetë UD sekretar deri më tash, në rast se nuk është ndrru as ky pas marrjes së këtij dokumenti prej Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë.